Në Hag po zhvillohet gjyqi ndaj ish-komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe prokuroria speciale ka kërkuar dënimin e tyre me 45 vite burg. Për të folur mbi gjyqin që po zhvillohet atje, kam të ftuar në një lidhje direkte Dritan Goxha, ish luftar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Goxha, faleminderit shumë që gjetët kohën për intervistën me VIP Magazin. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Goxha, si mund na shpjegoni këtë proces gjyqësor që po zhvillohet në Hag dhe pretencën e prokurorisë për dënimin e ish-komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës me 45 vite burg? Pretenca e prokurorisë për 45 vite burg është për të mbuluar paaftësinë e prokurorisë, për të vërtetuar ato akuza të rreme të cilat kanë ngritur. Pra, gjatë gjithë procesit nuk ka mundur të vërtetojë asgjë nga ato të cilat pretendon dhe mundohet të mbulojë totalisht këtë mungesë të fakteve të vërtetimit me anë të një pretence të lartë e cila nga ana juridike nuk ka asnjë vlerë, për arsye se edhe ligji për gjykatën speciale përcakton qartësisht që personat nuk mund të dënohen për një vepër penale të kryer më shumë se sa dënimi i cili ekzistonte në kohën në cilën shkruaj vepra penale, dhe dënimi në cilin ekzistonte në kohën në cilën shkruaj vepra penale, pra në bazë ligjit të ish Jugosllavisë atëherë, sa ajo e kapte atëherë, i bie që dënimi më i madh është 18 vite burg. Pasi Jugosllavia nuk kishte dënim më të madh se 18 vite burg. Kështu që kjo ka ndodhur edhe me të burgosurit e tjerë, të cilët janë dënuar për shembull rasti Salim Mustafës, edhe në rastin e Salim Mustafës, prokuroria kërkoi 43 vite burg dhe përfundoi në 15 vite burg për arsye se nuk mundet të marrë këto që kërkon prokuroria. Prandaj prokuroria, duke dhënë kaq vite të mëdha, këndo kërkon të rreqë vëmendjen nga një proces i sajuar, nga një proces i bërë me dëshmitar falso, me dëshmi të marra nga organet e policisë dhe të sigurimit të Serbisë, po kërkon ta mbuloj këtë dhe të mbuloj faktin e asaj që më në fund e nxori kokën që i gjithë procesi është thjesht një proces politik për të dënuar imazhin dhe për dëmtuar imazhin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe historinë moderne të shqiptarëve në këtë rajon. Zoti Goxha, cili është synimi real i këtij gjyqi dhe nëse dënohen ish-komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, a delegjitimohet ndërkombëtarisht edhe lufta që u bë nga UÇK-ja dhe më saktë jeta e qindra ushtarëve kosovar shqiptar që luftuan për lirinë e Kosovës? Qëllimi është të arrihet delegjtimimi i kësaj ushtrie dhe delegjtimimi i luftës, pasi ti duke dënuar ata të cilët e kanë nënshkruar marrëveshjen Rambujës si për krime lufte, pra duke dënuar ata dhe duke trajtuar ata si krimine lufte, pas këtij në rast se jepet ky dënim, pra gjithnjë flasim në rast se jepet dënim, sepse tash jemi në bazën e pretencës, pra nuk jemi te vendimet e gjykatës, pra do të 3 muaj që të jepen vendimet e gjykatës më pas. Pra në rast se gjykata e konfirmon këtë kërkesë të prokurorisë, atëherë kjo cënon direkt legitimitetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për arsye se siç thash, pa akuzohet ushtria shqiptare e Kosovës dhe këta pa akuzohen si udhëheqës së shtabit përgjithshëm, ndërkohë që nuk kanë qenë udhëheqës së shtabit përgjithshëm dhe këtë fakt e di shumë mirë prokuroria, por duke mshuar faktin që kanë qenë udhëheqës së shtabit përgjithshëm, automatikisht e delegitimon procesin dhe delegitimon edhe marrëveshjen Rambujës, sepse Serbia nuk e firmosi marrëveshjen Rambujës dhe Serbia nesër jep të drejtën vetes ekskluzive që thotë që ne nuk e firmosëm këtë marrëveshje Rambujës për arsye se ne dinim që këta ishin kriminal lufte dhe nuk firmosëm marrëveshjen me kriminal lufte. Dhe në këtë aspekt, duke i dhënë të drejtë Serbisë për mos firmosjen e saj, automatikisht i jep edhe legjitimimin e drejtë nesër Serbisë, të cilat të ankunoi edhe shpalljen e pavarësisë, duke thënë që edhe shpallja e pavarësisë u bë po nga këta individ, të cilët tashmë janë kriminal lufte, të dënuar me vendime të gjykatës, pra në rast se ndodh vendimi i gjykatës i tillë, dhe kjo delegitimon një proces të gjatë, pra jo vetëm luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe shpalljen e pavarësisë të Kosovës. Pra ju po thoni që në rast se ish-komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës mund të dënohen nga gjykata e Hagës, mund të ndodhë që Serbia të kërkojë dhe zhbërjen e pavarësisë Kosovës? Absolutisht po. Ky është edhe qëllimi i Serbisë. Si mund ndalohet kjo, zoti Goxha? Nuk di ta them se si mund të ndalohet, por në këto momente nuk di ta them. Në këto momente di të them vetëm që nuk kemi asnjë lloj reagimi institucional nga ana e qeverisë Kosovës, nuk kemi asnjë reagim institucional nga ana e Republikës Shqipërisë, të qeverisë së Shqipërisë, edhe as të parlamenteve të Kosovës dhe as të parlamentit të Shqipërisë, as zyrës së presidentes të Kosovës dhe as zyrës së presidentit të Republikës Shqipërisë. Pasi kjo gjë dhe gjithë retorika që prokuroria përdori në këto 2 ditë
për pretencën e saj, është një sulm i hapur ndaj gjithë interesave kombëtare shqiptare dhe jo vetëm ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mendoj që sovrani e ka pushtetin në dorë, pra populli, duhet ta trajtojë këtë prokurori dhe këtë gjykatë ashtu siç trajtoi prokurorinë dhe gjykatën e Serbisë dhe t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë dhe formë. Është vetëm mënyrë që kjo të mbyllet, pasi mënyrë tjetër nuk ka për të zhbërë këtë gjykatë, për të zhbërë këtë prokurori dhe për të ndaluar këtë proces. Ajo që u vëre në pretencën e prokurorit të gjykatës speciale ishte në fakt një lloj retorike edhe mbi të gjitha, po themi, akuza që u bëjnë ndaj ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kishin manipuluar ndërkombëtarët në atë kohë, kur ne dim fare mirë që çdo lëvizje që bëhej nga ish komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk bëhej pa një miratim të ndërkombëtarëve e më saktë të shërbimeve që ishin aty të Shtetit Bashkuar të Amerikës ose të Britanisë së Madhe. Pra, indirekt apo tentohet që të hidhet baltë dhe mbi ndërkombëtarët që ishin përfshirë në atë luftë? Nuk po hidhet balë me ndërkombëtarët, po bëhet ajo që thash delegjitimitimi i luftës. Duhet sqarojmë që shërbimet britanike nuk kanë qenë prezent në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë qenë vetëm shërbimet amerikane dhe shërbimet franceze. Britanikët ndoshta kanë qëndruar në distancë, por nuk kanë pasur direkt kontakt me ushtrisë shqiptare të Kosovës ose edhe shërbimet e tjera. Vetëm këto dy shërbime kanë pasur njerëzit dhe kontaktet e tyre me ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo që po bëhet, siç thash, po bëhet për të justifikuar nesër në aspektin ndërkombëtar ndërhyrjen e NATO-s. Pra, duke thënë që ushtria shqiptare e Kosovës mashtroi perëndimorët, mashtroi NATO-n dhe ndërhyrja e NATO-s ishte pra ne ndërhyjmë sepse këta na mashtruan, ne nuk ndërhyjmë për shkak të luftës kundër genocidit, për shkak të pastrimit etnik që po bënte Serbia, për shkak të drejtave të cilat po i shkelesin shqiptarëve, pra atë ndërhyrjen humanitare që NATO bëri dhe kjo bëhet për të ardhur, unë mendoj që kjo është një gjë me lagëherë të madhe, për arsye se po bëhet është pjesë e ndonjë marrëveshje të fshehtë midis të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, pasmë Rusia tashmë vazhdon të nguli këmbë që ne kemi ndërhyrë në Donbas dhe në Ukrainë për të njëjtën arsye që ndërhyri NATO në Kosovë, pra duke i dhënë një legjitimitet ndërhyrjes tyre duke barazuar me NATO-n dhe tashmë perëndimi kërkon që ta heqë këtë legjitimitet. Dhe duke hequr këtë legjitimitet duhet në fillim të justifikojë ndërhyrjen e NATO-s dhe fakti që prokurorët thonë që NATO u mashtrua, sepse kur themi perëndimi domethënë NATO, sepse ajo hyrje në Kosovë, NATO u mashtrua, domethënë kjo jep një justifikim NATO-s që neve u mashtruam dhe hym gabim atje, pra u mashtruam. Dhe hyrja juaj në atje nuk është e njëjtë me ndërhyrjen tonë në Kosovë. Prandaj them që duhet luhet një lojë e madhe dhe unë po shoh që po luhet një lojë e madhe, por kjo lojë e madhe na rrezikon, siç thash, delegitimimin e luftës dhe rrezikon edhe të ardhmen e Kosovës dhe të rajonit. Zoti Goxha, nga ana tjetër kemi parë që figura shumë të rëndësishme që kanë qenë përfshirë në atë luftë në atë kohë si Wesley Clark ka dëshmuar në mënyrë të qartë dhe shumë të fortë në favor të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, a mos ndoshta bie në konflikt kjo që sapo thatë ju që ndoshta mund të ketë një marrëveshje të fshehtë mes SBA-s dhe Serbisë në një kohë që figura të rëndësishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë dëshmuar pro këtyre ish komandantëve? Jo, nuk bie në konflikt për arsye se këto dëshmi të këtyre komandantit të KFOR të NATO-s në atë kohë kontestoi në fjalën e fundit prokurorit. Pra ai biles u drejtua toksalisht që duke thënë që Wesley Clark është mashtruar nga shqiptarët dhe nga shtabi i përgjithshëm. Në një kohë që Wesley Clark thoshte që ne kemi pasur informacione shumë të sakta lidhur me çfarë po bëjë në luftë. Absolutisht po, sepse po të shohësh nga një aspekt, vetëm në aspektin logjik dhe teknik, kjo që thot prokurori, pra në rast se nuk do ta merrnim, pra në rast se do themi që le të marrim që këtu nuk kemi një arsye të prapme ose një prap arsye që qëndron mbrapa deklaratave publike të prokurorisë të bëra në këto 2 ditë të fundit, është e thjeshtë pra që ose prokurori është ignorant total, sepse po thot në këtë mënyrë që komandanti i NATO-s, në atë kohë NATO kishte 25 antar, 24 vende. Dhe këto 24 vende të NATO-s, secila kishin shërbimet e tyre. Dhe shërbimi kryesor ishte edhe CIA, sepse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës në të. Dhe këto shërbime kryesore, pra arritën të mashtroheshin nga ana jonë dhe nuk kishin asnjë informacion mbi atë çfarë ndodhte në Kosovë. Pra kjo do të thonë ose mbi të gjitha
Pikërisht, mbi të gjitha nga disa ish komandantë të cilët ishin në një moshë shumë të re, pra që s'ishin përvojë lufte. Po nuk ka rëndësi Ndërkohë që mosha ose përvojë luftës. E keni gabim atë sepse neve komandantë pra duhet kemi një gjë parasysh. jo e kam Shtabi fjalën të Milisë shërbimet, se Shqiptare të Kosovës, ne sado që të ishim shumë të edhe mirë nuk krahasoheshim dot me shërbimet sekrete nuk si është CIA, çështje po nuk themi. është çështje që Që ne po ne të shkonim krahasojmë të mashtronim edhe NATO, kemi këtu e një gjë kam unë. parasysh. Niveli i shtabit përgjithshëm, shtabi i përgjithshëm ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte totalisht profesionist, pra përbëhej nga ish oficer profesionist, të cilët kishin mbaruar shkollat ushtarake në Jugosllavi dhe shkollat ushtarake në Republikën e Shqipërisë, dhe ata që kishin mbaruar shkollat në Jugosllavi kishin edhe përvojë lufte në Bosnjë dhe në Kroaci. Pra, ishin në një nivel profesionizmi. Por nuk kishte çështje, pra ne nuk i jepnim informacione, ato informacione që i jepnim neve pak CIA-s ose pak francezët kishin edhe njerëz të tyre në terren, pra në shtab përgjithshëm kishin edhe anëtarë të tyre francezët, pra nuk kishte çfarë të mashtrohej sepse ata kishin njerëz të tyre që i shikonin gjërat. Dhe nuk ishte mbetur që t'u jepnin informacione, por 24 shtete i jepnin informacione një komandantit NATO-s dhe ne i arritëm t'i mashtronim, pra kjo ose është ignorancë e prokurorit, gjë që unë dyshoj që prokurori të jetë ignorant në këtë pikë, ose atëherë këtu kemi një qëllim të caktuar që po luhet roli i budallajt nga ana e prokurorisë, duke akuzuar direkt dëshminë e Wesley Clarkit, ndërkohë që në momentin që Wesley Clark ka dhënë këtë dëshmi, në asnjë nga momentet, në të dy ditët që Wesley Clark ka dëshmuar në gjykatë, pavarësisht që gjykata ka pyetur prokurorin nëse ka diçka përkundër, prokuroria ka thënë që nuk ka asgjë kundër kësaj dëshmie dhe tashmë në fjalën e fundit e hedh poshtë të dëshmi, pra duke kundërshtuar këtë dëshmi. Pra po përdor një lloj propagande për të krijuar një ide të gabuar, ndërkohë që nga ana ligjore nuk ka mundur ta vërtetojë këtë që thotë. Zoti Goxhe, si e shikoni fundin e këtij gjyqi? Unë nuk e di, unë shpresoj që gjykata mos bjerë në kurthin cilën po ngre dhe ka ngritur prokuroria, pasi e gjitha këto 2 ditë deklarata e prokurorisë ishte një kurth i pastër për gjykatën. Uroj që gjykata dhe prokuroria të mos jenë në marrëveshje, pra të vërtetojnë ato që një pjesë e mirë e shqiptarëve besojnë. Unë nuk e besoj, pra unë vazhdoj të jemi bindur që prokuroria dhe gjykata janë bashkë, duke parë edhe vendimet që ka dhënë në raste të tjera ku i ka dënuar njerëzit me dëshmitar falso, me dëshmi falso pa prova. Unë jam mendimi dhe vazhdoj të jemi dhe kam përqenë gjithë një mendimi që gjykata dhe prokuroria këtu janë bashkë në një lojë të përbashkët. Uroj që të jemi gabuar dhe gjykata dhe prokuroria të mos jenë në një lojë të përbashkët, dhe në rast se nuk do jenë në një lojë të përbashkët, atëherë këtu nuk ka asnjë lloj baze për cilën të dënohen, por në rast se janë në lojë të përbashkët, atëherë dënimi do të vihet siç ka ndodhur në raste të tjera. Zoti Goxha, do ishit dhe ju pengi drejtësisë në Hag nëse do ishit ekstraduar drejt Kosovës? Nuk di ta them atë, unë nuk mendoj që kjo Haga ka sjell ndonjë drejtësi, nuk ka të bëj fare me drejtësinë, ka të bëj me një urrëtie të strukturuar ndaj luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, një urrëtie të strukturuar ndaj vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe një shërbim që po i bëhet interesave serbe në Kosovë. Prandaj nuk di ta them a do isha peng apo jo, për arsye se akuza ime ishte tjetër nga akuza e këtyre, por që dëshirohet për të përdorur për të futur frikën, gjithandej që askush mos të flasi, askush mos të kundërshtojë këtë gjykatë, askush mos të flasi kundër kësaj gjykate. Një gjykatë e cila është e drejtë nuk ka pse ngre akuza për askënd në aspektin që flet ose në aspektin që kundërshton. Por duke parë që unë mendoj që edhe ata janë të vetëdijshëm që kjo gjykatë nuk ka asgjë të lidhje me drejtësinë, dhe as kjo prokurori, atëherë mundohet që çdo gjë të arrihet nëpërmjet frikës dhe nëpërmjet presionit. A ishte gabim nga liderët e Kosovës krijimi i kësaj gjykate? Absolutisht ishte gabim. Është gabim të cilin sot ata po e paguajnë, pra ata cilët e ngritën të gjykatë, sot po paguajnë veprimet e tyre të gabuara në atë kohë, por ishte kohë tjetër, mund të llogarisim që njerëzit aq dinin, aq bënin, pavarësisht se edhe në atë kohë shumë zëra ka pasur që i kemi thënë që, dhe janë thënë publikisht që kjo gjykatë nuk do e miratuar sepse kemi menduar dhe atëherë kemi thënë që do vinim në këtë pikë, dhe ja ku erdhëm. Por veprimi ishte i gabuar dhe tashmë po paguajnë, por veprimi nuk po e paguajnë vetëm këta, problemi është që veprimet e gabuara të disa individëve sot do na kushtojnë edhe si kombë. Si e pat qasjen e kryeministit Rama pas pretencës së prokurorisë ku kërkoi 45 vite për zotin Thaçi? Nuk e kam dëgjuar fare dhe nuk e kam idenë se çfarë ka thënë zoti Rama. Në rast se mund të ma thoni, që më ka interesuar ishte Rama, pretencë idiote, është prokuror idiot. Domethënë ka pasur një qasje mjaft të ashpër ndaj prokurorit. Shiko, duhet kemi një gjë parasysh. Qasjet e disa njerëzve, disa janë qasje
emocionale, disa janë qasje gjoja emocionale. Qasjet e Ramës janë të kastile emocionale, nuk kanë të bëjnë me këtë. Pozita që ka Rama, pra këtë qasje mund ta bëjë çdo person i cili nuk ka njohuri për atë çfarë ndodh, nuk ka njohuri për atë çfarë ka ndodhur dhe nuk ka njohuri as me personat. Një person në pozitën e Ramës, pra në pozitën e një kryeministri të Republikës së Shqipërisë, i cili ka një institucione të tëra që mund t'japin atij këshilla, një reagim i tillë është një reagim idiot. Pra tregon që kryeministri i Shqipërisë është një njeri idiot, i cili nuk ditë, ndërkohë që qasja nga institucioni i Republikës së Shqipërisë nuk duhet ishte në këtë aspekt, por Rama është duke mbuluar, duke mos dashur të bëjë një reagim zyrtar në emër të kryeministrisë të Republikës së Shqipërisë, atëherë ai ka zgjedhur një reagim emocional në mënyrë që njerëzit merren dhe shkojnë pas emocionit, por askush nuk e logjikon dhe nuk e analizon që pse nuk ka një reagim zyrtar nga ana e shtetit shqiptar. Pra duhet një reagim zyrtar i kapur me ato çfarë tha prokuroria dhe jo të merremi me pretencat, me kërkesisht tash një çdo avokat i thjesht në Kosovë që është marrë me këto çështje mund të tregonte zotit Rama në çdo kohë që pretenca e dhënë, pra 45 vite për çdo person, nuk është e ligjshme në aspektin ligjor. Dhe kur unë arrit ta them këtë, zoti Rama, që është kryeministri i Shqipërisë, i ka të gjitha kapacitetet dhe mundësitë njerëzore rreth e rreth që t'i marrë këto njohuritë atij dhe të përgjigjet në mënyrën e dur, ashtu siç i takon të përgjigjet një kryeministër. Mënyra se si zoti Rama është përgjigjur tregon totalisht një mungesë respekti ndaj asaj çfarë po ndodh dhe respekti edhe ndaj atyre personave që janë atë brenda, për arsye se ata persona që janë atje nuk kanë nevojë për mbrojtje emocionale, kanë nevojë për mbrojtje të logjikshme dhe njerëzore, mbrojtje të cilat zënë vend dhe i bëjnë presion gjykatës. Të tilla deklarata nuk mund t'i bësh presion gjykatës. Gjykatës i bëhet presion me deklarata zyrtare dhe me qëndrime zyrtare të mirë artikuluara dhe të mirë sqaruara. Pse kemi mungesë të këtyre deklaratave dhe qëndrimeve zyrtare? Sepse këtu të gjithë mendojnë, ata që janë nëpër vend e pune, mendojnë se mend vin nga karriga, pra mend vin nga fund shpina, dhe në momentin që vën fund shpinën në karrige, mendojnë se i dinë të gjitha. Është një problem që e kanë pasur shqiptarët gjithë jetën, nuk është problemi sot. E kemi të trashëguar, ndoshta e kemi në ADN-n tonë. Zoti Goxha, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Çdo të mirë.